Dhe Euroagro Albania nuk është një faqe e re interneti. Nuk është një website më shumë në morinë e website-eve. Por është një instrument të cilin të gjithë ju dhe të gjithë ata që janë atje në ferm dhe që investojnë, prodhojnë, duan të rrisin eksportet, duan të rrisin prodhimin, duan të rrisin cilësinë, duan të rrisin kapacitetet, duan të rrisin fondet në dispozicion të projektet të tyre, duhet ta marrin, ta përdorin, ta pasurojnë dhe ta kthejnë në një nga instrumentet e punës tyre të përditshme. Është një udhërfys për të gjithë ju në çdo hap të procesit të negociatave dhe të rrugës drejt anëtarësimit. Është një burim informacioni për standarde, për afate, për detyrime konkrete. Është një kanal dialogu. Secili nga ju mund të hyjë aty dhe të komunikojë, të pyesë dhe të marrë përgjigje për aspekte të problematikës me të cilën përballet.